Përshëndetje miq, këtu ju kam sjell arra me mjalt për tiroidet. Fantastike kjo recet, ka shumë benefite për shëndetin. Për këtë recet falenderoj mikeshën time Klautanën, e kam përgatitur sipas mënyrës saj. Këtu kemi arrat, për fat arrat i kam tek baçja. Arra duhet jenë sa një lajthi. Shikoni çfarë mrekullie dhe çfarë ngjyre. Sot kur i kullova, aroma fantastike i laç me vete. Megjithmonë një mrekulli na dhuron natyra. I lajm arrat, mbasi kemi lar, i vendosim në një picet kuzhine, i thajm mirë, sterilizojmë kavanozin, e thajm, pastrojmë arrat, vendosim një pal doreza, unë këtu nuk kam vendosur doreza dhe më dej të 2 javë duar të pis. Vendosim doreza. I presim arrat në mes, i vendosim tek kavanozi, 40 kokra arë, i mbushim me mjalt, mjalti duhet të jetë organik, e mbyllim kapakun, e vendosim në diell për 40 ditë. Njëherë në javë e kthejmë përmbys, dhe mbas 40 ditëve e kemi gati. Shikoni, ky është rezultati. E kullojmë, vendosim një nap, i kollojmë mirë, e shtrydhim, megjithmonë që ja vlen. Unë nesër do ta filloj që në mëngjes një lug kafeje esull. Shikoni tani se çfarë mrekullie, megjithmonë që ja vlen puna. Si thoni, tani duam notën, ju përshëndes. Nëse dini më shumë, na shkruani. Ciao, ciao.